Në një atmosferë festive me interpretime në piano, fjalime dhe recitime të shumta nga nxënësit, në shkollën e mesme Zeflush Marku u shënua festa e 7 marsit, dita e mësuesit. Programi i përgatitur nga nxënësit dhe mësimdhënësit solli emocione dhe vlerësim për figurën e mësuesit, duke rikujtuar rëndësinë e arsimit dhe rolin e tyre në formimin e brezave të rinj. Me aktivitete artistike dhe mesazhe falënderimi, kjo ditë u kthye në një moment të veçantë për të gjithë komunitetin shkollor. Me një fjalim rasti para të pranishmëve u drejtua edhe drejtori i shkollës Arben Mehmeti, i cili theksoi rëndësinë e arsimit dhe përkushtimin e mësuesve në edukimin e nxënësve. Kur kemi shkronjat, kemi qelsin e dijes, me to mund të vendosim në letër fjalët, mendimet dhe gojdhanët tona. Mund të shkruajmë libra të vegjël, por edhe libra më mira faqe. Madje mund të hartojmë enciklopedi të tëra. Shkronjat japin fuqinë të ruajmë kujtesën, kulturën dhe identitetin tonë. Por libri me vlerë të vërtetë është kur lexohet. Libri më i mirë është ai që hapet, që kuptohet dhe përcillet nga brezi në brez. Pikërisht përmes leximit dhe dijes përmbaron populli shqiptar. Arsimi është drita që ndriçon rrugën e së ardhmës sonë. E gjithë kjo nuk do të ishte mundur pa ata që na udhëzojnë. Ndërkaq, programi i përgatitur nga nxënësit dhe mësimdhënësit solli emocione dhe vlerësim për figurën e mësuesit, duke rikujtuar rëndësinë e arsimit dhe rolin e tyre në formimin e brezave të rinj. Na mësua të njohim rrënjët tona për të kuptuar të ardhmen. Historia nga ju nuk ishte vetëm dot, por mësim jete. Na mësuat të njohim botën përreth nesh dhe vendin tonë në të. Nga hartat mësuam orientimin, ndërsa nga ju mësuam të shohim edhe më lart. Na mësuat të dallojmë të drejtën nga e padrejta dhe të respektojmë ligjin. Drejtësia nga ju nuk ishte vetëm teori, por edhe vlerë morale. Ndërkaq, në kuadër të festës së 7 marsit, nxënësit kishin organizuar edhe një ekspozitë arti, ku përmes pikturave dhe punimeve të tyre shprehan kreativitetin dhe respektin ndaj mësuesve. Aktiviteti u përmbyll me ndarjen e dhuratave simbolike për mësimdhënësit, si shenjë mirënjohje për përkushtimin dhe punën e tyre në edukimin e brezave të rinj, duke e bërë festën e 7 marsit edhe më të veçantë për të gjithë komunitetin shkollor.